Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Po vazhdojmë me lejnë Allah te baraka wa ta'ala, aty ku kemi mbet te në kapitulli 56 i kapitullit të tika dhe mirësjellja i Sahihut të Imam Buhariut, Allahu mëshiroft. Këtë në kapitull, Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, e titullon me një prej ajeteve të surës An-Nahl. Ajet për cilën Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thot: Inna ajma'a ayatin fil Qur'an ayatun fi surati An-Nahl. Prej ajeteve më gjithë përfshirëse në Kur'an është një ajet në surën An-Nahl. E që është që kjo ajet? Është ajet i njohur cilën shpesh herë dëgjojmë edhe xumave në hutbe. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Me këtë ajet e ka titullu në kapitullin. Çka është kuptimi i këtij ajetit? Thot Allahu xhalla wa ala: Allahu me të vërtet urdhron. Fillimisht urdhron për 3 gjëra, e pastaj ndalon nga 3 gjëra tjera. Urdhron që të veprohet me drejtësi. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, drejtësia në këtë ajet është për qëllim shahadatu an la ilaha illa Allah, dëshmia që nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut. Edhe pse kjo përfshin fjala drejtësi, përfshin tani krejt drejtësi tjera, po haku më i madh, drejtësia më e madhe është dëshmia që nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj thot dhe të ndihmohet të afërmve, edhe para kësaj me mirësi. El ihsan, edhe kjo e dini që ihsani është shumë i gjon. Term shumë i gjon që i rrok shumë dësene. Ndërto, kryesori edhe më i madhi është shpjegimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bëu në atë hadithin kur e kanë pyet çka është ihsani, ka thonë an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsani është të adhurosh Allahun sikurse ti je duke e pa ata. Edhe me di që ti, edhe pse se sheh, Allahu xhalla xhelaluhu ty të sheh. Atëherë me adhuru Allahun çu duhet. Me edukat dhe me përulsi. Kjo është el-ihsan në përgjithësi. Ndërsa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot në këtë ajet është për qëllim eda'ul fara'id, kryerja e farzeve, obligimeve. Qofshin ato namazet apo edhe obligimet e ibadeteve tjera. Po ashtu Allahu xhalla xhelaluhu e treta urdhron që të ndihmohet të afërmve. Kemi përmend disa herë që të afërmit kanë hak shumë më të madh se sa njerëzit që janë më të largët. Pastaj prej çkafit ndalon Allahu xhalla xhelaluhu veprat e shëmtuara, që i thonë el-fahsha. Këto el-fahsha zakonisht është për qëllim me to ez-zina. Zinaja, Allahu na ruaj. Këta përmend Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, thot el-fahsha, në këtë ajet është për qëllim ez-zina. Ka lidhje me këtë fjalën el-fahsha edhe gjëra tjera që i bojnë njerëzit mes gjinisë të njëjtë, Allahu na ruaj. Edhe e falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që na ka kriju në këtë fitra, që na ka bëu të pastërt, edhe që na ka mundsuar me ditë çka do të, çka s'do, çka bën edhe çka s'bën. Edhe falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu i cili na ka leju martesën dhe na ka bëu pastrim. Kjo është el-fahsha, për cilës Allah ka ndaluar në këtë ajet. E dyta është el-munkar. Kjo el-munkar edhe kjo rrok shumë gjën. El-munkar janë krejt senet e këqija. Edhe fundit el-baghi. El-baghi, ka thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, është el-kibr wal-dhulm. Allah ka ndaluar këtë ajet prej mendimadhësisë edhe prej zullumit apo padrejtësisë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një prej haditheve e ka qartësuar dhe ka definuar shumë mirë çka është kibri. Ai den dikush në 2 fjali. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e definon kibrin me 2 fjali. Kibri, çka është kibri? E para mos u pranu të vërtetën, dhe e dyta edhe me nënçmu njerëz të tjerë. Që to dyja domethënë janë pjesë kryesore të kibrit. Kur të vjen e vërteta mos me pranu. Edhe e dyta, njerëz të tjerë me nënçmu. Kjo është domethënë kibri, Allahu na ruaj prej tij dhe prej zullumit. Mirë, pastaj
Në kapitull, Imam Bukhariu Allah mëshiroft i sjell edhe disa fjalë të Allahu xhalla xhelaluhu në surën Yunus dhe në surën Al-Hajj. Ajeti në surën Yunus ka të bëjë me disa njerëz cilët kur lundrojnë për dete apo kanë udhëtime ndryshme, edhe ju afrohet një erë shumë e fortë, edhe valët rritën e bën shumë të mëdha dhe godasin anijen, ata në ato momente e lusin Allahun xhalla xhelaluhu sinqerisht. Ndërsa kur Allahu xhalla xhelaluhu i çet mbrek tani, edhe ja largon krejt këto frika që kanë pas, atëherë ata prapë i bën shirk Allahu xhalla xhelaluhu. Ka të bëjë pak a shumë ajetin e parë. Thot huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah është ai i cili ju mundson juve me lëviz në tokë edhe në deti. Hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba. Thot kur jeni ju nëpër deti të lundru, edhe keni një erë e cila fryn shumë lehtë dhe mirë, ju konvenon shumë, ecania shumë mirë. Wa farihu bihadha, gëzoheni me ta. Normal që gëzohen se udhimet të njerën kon shumë të vështira dhe kon të largëta dhe s'kan pas mjete sikur sa që kanë mjetet e transportit. Wa farihu bihadha, gëzohen me to, ja'at harihun 'asif. Ju vjen atyre një erë e cila është e dëmshme dhe e fortë, edhe e cila është shumë e rrezikshme. Wa ja'ahumul mawju min kulli makan. Edhe dallë këtu kanë afru asaj anijes dhe kanë ardhur prej tona anëve. Wa dhannu annahum uhita bihim. Edhe ata kanë menduar që u kryq tash, na rrethun valët, era shumë e madhe edhe tutën që kanë me vdek. Çka bën këtë rast? Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. E kanë lutë Allahun xhalla xhelaluhu me sinqeritet plot. Edhe pse kanë mushrikin, prapse që si rasti subhanallahu, njeri nuk ka kanë me lutë përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Edhe çka thonë? La in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin. Ja Rab, nëse na shpëton veç prej kësaj sprovës, tash veç me mujt me dal një herë prej kësaj anijes, atje mbregdet dhe mushliru, kena më kon për falëndëruesve, kena më të adhuru ty një edhe vetë. Çka ndodh me ta, masi që Allah xhalla xhelaluhu i shpëton? Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq. Kur ata Allah i shpëton, prapse kthehen atë fesadin e tyne, në atë zullumin e tyne, e që është shirku. Inna ash-shirka la dhulmun adhim. Që shtat Allah me të vërtet shirku është zullumi më i madh. Kthehen çat zullum prapse dhe i bojnë shirk Allahut te baraka wa taala. Allahu këtu ju thot ja eyuhan nas inma baghyukum ala anfusikum. O ju njerëz, ky teprim edhe ky gabim që po e bëni, ky zullum i madh, kjo padrejtësi e madhe që po e bëni në adhurim të Allahut azza wa jall, është kundër juve, është ndëm të juve. Nuk përfitoni prej saj asgjë. Nuk e dëmtoni Allahun xhalla xhelalu, po e dëmtoni veten tuaj. Mata al-hayati ad-dunya. Kjo në cilën jeni është vetëm një kënaqësi e kësaj bote, e cila është tepër e shkurtër. Çka ndodh masanej mas kësaj kënaqësisë të shkurtër kësaj bote? Thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. E pastaj kthimi juaj është tek ne, te Allahu xhalla xhelaluhu, dhe Allah i lajmëron se cilin prej tyre ju tregon ja u paraqet veprat e tyre që kanë bërë. Edhe i merr njerëz në llogari. Njeri do të më pas shumë kujdes çysh sillet me Allahun xhalla xhelaluhu. Ajeti tjetër i surës Al-Hajj që ka përmendur në fillim këtu Imam Buhariu është dhalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah. Allah thotë kush ndëshkon tjetrin me të njëjtën mos me të cilën ka qenë ndëshkuar vet. E pastaj atij përsëri bëhet padrejtësi. Pa tjetër që këtë njeri ka me ndihmu Allahu te baraka wa taala. Edhe pastaj sjell një hadithin e Aishës radhiyallahu anha, e që është hadith madhështor, që ka të bëjë me sihrin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në sprova e kena imam. Nuk ka njeri që u sprovu ma shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U sprovu me sihr, u sprovu me vdekjen e fëmijëve. Veç një çik ka me gjallë dhe ka dek një kohë shkurt masi që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Fatima radhiyallahu anha. U sprovu me armiq të ndryshëm. U sprovu me varfëri. U sprovu, i kanë thonë njerëz je magjistar. I kanë thonë je i trent, je i çmendur. U sprovu kanë dashur me helmu, edhe kanë helmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Kështu që nëse dikush ka ndonjë sprovë, çfarë do të kësaj dynjas, veç le t'i kujton sprovat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo sprovë vetë i lehtësohet. Wallahi çdo sprovë e jona lehtësohet me kujtimin e sprovave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i dashur i Allahut azza xal. Njëri që Allah ka ngrit mas shumti dhe ka dashur mas shumti, edhe shpallin kryesore ja ka zbrit atij. Edhe çat njeri ka sprovu çka shumë. Njeri do të më kuptu që sprova për besimtarin është hajër, e ngrit te Allah azza xal. Allah te bareke ve teala ata që i dën mas shumti i sprovon këtë dynjë. Shumë prej selefit kur s'u ka ardh ndaj sprov për do ditë kanë thonë s'po di çau bë me mua. Çka ku bënë ndaj gjuna që s'po më sprovon Allah azza xal. Kam prit më ngrit për mes kësaj sprovave. Edhe në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovu shumë. Thot Aisha radhiyallahu anha, مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një kohë gjatë, disa ditore, ju ka paraftyru që t'ju afrohet grave të veta dhe po bën marrëdhënie intime me to. Wala ya'ti, po s'ju ka afruar, nuk ka bën marrëdhënie intime me to. Subhanallahu, ju ka dokë çështë. Pastaj thot Aisha radhiyallahu anha, faqala li dhata yawm, nidet prej ditëve, më ka thonë mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Aisha, oj Aisha, inna Allaha aftani fi amrin istaftaytuhu fihi. Allahu te bareke ve teala mu ka përgjigj për një pyetje që kum pas ndaj tij. Kum kërku diçka prej tij, ai mu ka përgjigj. Më ka treguar cila është e vërteta në këtë rast. Atani rajulan. Më kanë ardhur mu dy njerëz. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. Njoni prej tyne u ul te komtë e mia, thot, a tjetri ul te koka ime. فقال الذي عند رجلي, ai cili ka qenë te komtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë këtina që u kon lilladhi inda ra'si, taj që u kon te koka ime, ma balu rrajul. Çfarë ka ky njeri? Çka ka pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qala matbub. Ka thonë këtij është bu sihr. Edhe ka kuptu për kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka sihr. Qala wa man tabbahu. E ka pyet ky meleku tjetër apo ky njeri tjetër, kush e ka bu sihr këtij? Ju ka përgjigj ai njeri tjetër dhe ka thonë Labid ibn A'sam. Në njeri që ka pas çështë emri Labid ibn A'sam. Qala wa fima, me çka i ka bu sihr ky njeri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Është interesant mënyra e sihrit që e kanë përdor. Thot fi juffi tal'atin dhakarin fi mushtin wa mushaqa tahta ra'ufatin fi bi'ri dharwan. Ju ka bu sihr pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam me kraher, mas pari krahni flakve, me flak që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe me thek hurme në një ras guri që qëndron në fundin e pusit dharwan. Do të thoni kanë bërë sihr me krahën, edhe me flak ti, edhe me thek të hurmës, e kanë marrë që e ka të mbështjellësin palma, sikur gruri që e ka të mbështjellësin mrena që i ka kokra, që ashtu edhe palma e ka, e kanë marrë që ata dhe kanë lidh mrena. Që farë krahën, subhanallah, bashkë me flak të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e kanë dërgu të pusi dharwan. Edhe kanë shtitë ata gurzit, para se me mrite ujë poshtë, ata gurzit që janë anash e kanë shtitë që aty dikon. Këtë rast i kanë kallëzu këta burra pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Thot ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te çaj pus. Dharwan. Faqala edhe më ka thonë hadhihi al-bi'ru allati urituha ka'anna ru'usa nakhliha ru'usu shayatin. Ky është ai pusi që më ishte shfaqur. Frutat e asaj hurme afër pusit dukeshin si koka shejtanësh. Kjo e parë. Edhe e dyta, wa ka'anna ma'aha nuqa'atu al-hinna. Edhe uji i tij, i këtij pusi, kishte marrë ngjyrë të kuqërrëmt. Sa në të jashtëzakonshme, pa zakonshme. Fa'amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ukhrij. Ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mund nxjerr ky serp aty edhe e ka nxjerr.
قالت عائشة كثون عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فهلا كثون يا رسول الله أكي بريش سهر انتاني çka ke bu me atë seher? U interesu ju ka dok interesant. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amma Allah faqad shafani. Allah jalla jalaluhu mun ka shëru. Edhe masi që ka shëru Allahu, thot wa amma ana fa akrahu an uthira ala an-nasi sharra. Nuk kam dëshirë edhe nuk më pëlqen t'u kujtoj njerëzve të keq. E kam shël këtë punë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë Allahu ka shëru, alhamdulillah, nuk po du tash me bot madhëm ju kallzu njerëzve, me kaq kam shël punë. Dhe thot Aisha radhiyallahu anha, që ky Walid ibn A'sam, që ka bu sihr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë është rajulun min bani Zuraiq, halifun lil yahud, një burr nga fisi Zuraiq, që kanë qenë alat të jahudive apo të hebrejve. Pastaj në kapitullin tjetër është në kapitulli babu ma yunha anit tahasudi wat tadabur, gjërat e ndaluara si smira është zilia, me pas njëri dikon hasad, dhe kthimi i shpinës njëri tjetrit. Edhe përmend këto Buhariu Allah mëshiroft, fjalën Allah te bareke ve teala në surën Al-Falaq, wa min sharri hasidin idha hasad. Kërkoj mbrojtje edhe prej sherrit të ziliqarit kur ai shpreh zilin apo hasedin e madh që e ka. Edhe neve na takon që me lexu këtë sure shpesh edhe me kërku mbrojtje te Allahu xhalla xhelaluhu nga se ziliqari dhe hasedji dhe sihirbaz ka shumë. Edhe këtu në kapitull i sjell dy hadithe. Hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndalon disa gjëra shumë të rëndësishme, të cilat janë mëkate të mëdha. Thot iyakum wadh-dhann, kujdes nga paragjykimet. Kujdes nga paragjykimet, me paragjyku muslimanin tjetër për një gjuna, për një vepër të keqe, pa pas argument, pa pas rrethana tepër të forta që ndihmojnë. Domethënë ata që më vendos, më thon kë e pas ka bu këto, kë pas ka shkuar aty. Runo, kujdes prej paragjykimeve. Zia kena përmend në surën Al-Hujurat, Allah xhalla xhelalu thot ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O ju të cilët keni besuar, largoni prej shumë paragjykimeve dhe mendimeve. Nga se inna ba'd adh-dhanni ithm, nga se disa prej këtyre paragjykimeve dhe mendimeve janë mëkat. Pastaj thot fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith, sepse këto paragjykime janë gënjeshtrat më të mëdha. Paragjykimet që kanë besimtarët për besimtarët e tjerë janë mëkatet më të mëdha. Këto janë gënjeshtrat më të mëdha. Pastaj ndalon nga përgjimi dhe spionimi. Thot wala tahassasu wala tajassasu. Mos përgjani, mos spionani. Wala tahasadu, dhe mos e keni zili njëri tjetrin. Wala tahasadu, wala tadabaru, dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë sahabive që nuk po friksona për juve për disa sene të cilat ju po friksoni për to. Për fukarallëkun. Jo, kam ju qeli u dynjaja shumë. Po friksona bashkë për çto sene. Që në të dabur, të hasud, që keni me ja këtë njëri tjetër shpinën, keni me pas hased njëri tjetrin, keni me urrejt njëri tjetrin. Ka thonë për qëty në pëtutna, se për dynja s'pëtutna që keni me met për ta. S'pëtutna që keni me kondë varfën. Kujna i ka thonë këta? Sahabive, shokëve të vetë. Sallallahu alaihi wasallam. Wala tadabaru, mos e ktheni shpinën njëri tjetrit. Wala tabaghadu, mos e urrejni njëri tjetrin. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dhe bëhuni robër të Allahut vëllezër. Innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Thot Allahu xhalla xhelaluhu fa aslihu bayna akhawaykum. Kur dy grupet besimtarëve kanë një problem, ju do të më ndërhyj aty. Pala tre që mi bo bashkë ata, mi bashku, mos milon me a këthi shpinën njëni tjetrit. Mos milon me pas hased njëni tjetrit. Mos milon mu shajt në mes veti besimtarët. Po me ndërhy, fa aslihu bejna akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dhe friksoni Allahut në mënyrë që të mëshiroheni. Hadithi tjetër është hadithi ngjashëm, për që ka një shtesë. Në fund, thot la tabaghadu, mos urreni njëri tjetrin. Wala tahasadu, mos e keni zili njëri tjetrin. Wala tadabaru, mos e ktheni shpinën njëri tjetrit. Edhe këto kur I lexojmë vllazërin urdhrat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe para ti urdhrat Allahut azza wa jall. Mos të marrim për të lehtë. Qysh po e marrim shumica prej neve, Allahu na fal të na rujt, këtë prishën mesin e besimtarëve. Kjo është e rëndë te Allahu azza wa jall.
Allahu të ka urdhëruar mu kon vëlla me të e ti po thon pja kthej shpinën. Allahu të ka urdhëruar, ka thonë ti je vëlla me të, më shumë se sa vëlla i gjakut. E ti rrugës për shembull kur ec nuk jep selam, bosh kishë speshe e ignoron Allahu na rujt. Këto janë vese të mëdha dhe të këqija të xahilitit. Që njerëzit do të më pastru për tyne. Mirë. La tabaghadu mos urreni, wala tahasadu mos keni hasad, wala tadabaru mos e ktheni shpinën njëri tjetrit. Wa kunu ibadallahi ikhwana dhe bëhuni robër të Allahut vëllezër. Këto në fund është tash edhe një fjali, thot wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Dhe nuk i lejohet asnjë muslimanit që ta bëj hajër, që të largohet atë distancohet prej vllat vet për më shumë se sa 3 ditë. Kjo ka të bëjë me çështje dynjos. Nëse unë dikujna për juve i hin hak për diçka dynjos, edhe i dhom 3 ditë i ki me lejet Allah të azugjel me najt pa më fol. Mas 3 ditëve nuk bën mos me më dhonë selam, mos me më fol. Kur dho selam nuk bën mos me më kthy. Do të me kthy pa tjetër. Pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështë na ka urdhëruar. Çato 3 ditë i ki sigur loft me thonë aq tash pak s'pe fole, po rri pak për çoj kryt e nalt, për maj pak i natën, ama mas 3 ditëve 3 ditë kalojnë flan njëri qohet të shkon punë kthehete. Kalon ajo farmërzia. Mas 3 ditëve do të thonë patjetër me i fol atij, nëse të jep selam atë ti do të më jep selam dhe më kthy senet çyshën kon. Ndërsa ka raste kur lejohet mos më fol besimtarëve musliman edhe më shumë. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 10 ditë ka ndodhur disa sahabive që edhe në surën e-Tauba s'u ka fol. Me 10 ditë. Për shkak se mund me bo besimtarët në gjuna të madh. Mund me dëmtu besimtarët e tjerë. Mund me bo në bidat të madh. Mund me shku dikun ku s'shkohet, një vëlla musliman me shku dikun për shembull ku s'shkohet, ose me bëni diçka që s'bëhet hiç, ose me nejt me dikun që s'bën me nejt hiç. Lejohet edhe do të kanë herë me u distancu prej tij që me eduku me këto. Amo këto do të me pas kujdes, jo me pas për nefsin tënë, po me pas për hir të Allahut te baraka wa taala. Pastaj hadithi tjetër i radhës është në kapitullin e 58 që emërton Imam Buhariu me fjalën e Allahut surën Al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, o ju të cilët keni besuar, ajeti që tham pak më herët, largoni prej shumë dyshimeve. Inna ba'd adh-dhanni ithm, nga se disa prej këtyre dyshimeve apo paragjykimeve janë ithm, mëkate, wala tajassasu, dhe mos i hulumtoni të metat e njëri tjetrit. Këto e sjell një hadith që është hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu. I ngjajshëm me këto hadithet e tjera, po edhe kjo ka vetëm një pjesë të vogël me rëndësi shtesë. Edhe këto thot iyakum wadh-dhann, kujdes nga paragjykimet, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith, nga se paragjykimet janë gënjeshtrat më të mëdha. Wala tahassasu wala tajassasu, mos përgjani dhe mos spiononi. Wala tanajashu, kjo është shtesa e këtij hadithi, që është shumë me rëndësi. Wala tanajashu. An-najsh është mi rrit çmimet në ankande kur janë të blejë diçka besimtarët. Është një njeri të e shit në diçka të vetën. Edhe ti nuk të intereson me blej ato hiç. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shku edhe me rrit çmimin ti. Për shembull ai thot peshes shita 5000 euro. Kush po do me blej? Thot dikush shumë pe blej. 5000. Ai tash vjen ky tjetri që se ka njëtë me blej hiç, e çon thot 5200. E din që ky tjetri ka nevojë shumë për të. 5200. Tash ai mejt në që me bo. Thot 5300. Ky hapet 5400. S'ka njëtë me blej hiç. Wala tanajashu. Këta ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse bën njerëz këto? Zakonisht kanë ai përfitim prej shitësit. Edhe bëhet shkak që ky me rrit çmimin, edhe shitësi me përfitutan, edhe ky përfiton prej tina diçka. Ose don me dëmtu blersin. Ka në farinati me blersin edhe don me dëmtu ato. Edhe rrit çmimin vetë sa mu dëmtu ky me blej sa më shtrejt. Ose të dyja, don me dëmtu këta dhe me përfitu prej atij. Ose do asnjënën, edhe kjo ndodh. Dikush ka veç për çefi, thotë hajt t'ju pengaj pak çtë. T'ju bëj dëm edhe shkon bën ai garë dhe rrit çmimin, Allahu na rrit. Për kësaj ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tanajashu wala tahasadu, mos keni hasad me njëri tjetrin, wala tabaghadu, mos urreni njëri tjetrin, wala tadabaru, mos e ktheni shpinën njëri tjetrit, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni robërt e Allahut
vëllezër. Në kapitullin tjetër është në kapitulli Babu ma yagjuzu min adh-dhann, paragjykimet e lejuara. A ka mundësi që njeri me paragjyku, me menu për dikën tjetër diçka dhe me pas të lejume? Lejohet edhe kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bënë një gjë të tillë, hadithin e Aishës radhiyallahu anha ku thot: "Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay'a." Ka përmend me emra, ka thonë: nuk e besoj që filani edhe filani din prej dinit tonë e sen. Ka përmend me emra. Do thonë kjo është si lloj paragjykimi. Pse ka bëu këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë mendoj se filani dhe filani nuk din gjë nga feja jon. Thot el-Layth, një prej transmetuesve këtij hadithit, thot kana rajulaini min al-munafiqin. Thot këta dy njerëz kanë qenë njerëz prej munafikëve. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paragjykuar se ka diçën munafik. Normal që munafik njëri paragjykon. Sa ta në zemrën e tyre mshefin kufrin edhe para njerëzve tjerë paraqesin imanin. E kur e din që dikush patjetër është munafik, atëherë do të murojt prej tij. Do të më atërheq vretin edhe njerëzve tjerë. Me thon runu pe këtij, do të më qortu ata. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu. Transmetimi tjetër i ngjashëm edhe ky është i Aishës radhiyallahu anha thot: "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman." Nëzit prej ditëve ka hy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tekun. Wa qala ya Aisha, dhe më ka thonë Aisha, ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani dinana alladhi nahnu alayhi. Mendoj se filani e filani nuk din gjë për fenë të cilën jemi ne. Ky paragjykimi është i njëjtë sikurse gibeti, edhe gibeti e dim që është i ndaluar. Paremisht, nuk bën me bë njëri gibet kërkon. Vetëm në raste të caktuara. Do për mejliseve kena përmend. Pyetje përgjigje kena treguar që lejohet për shembull me bë gibet, me kallëzu për dikën. As pari çka është gibeti? Ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka definuar që është sikur kibri njëjtë. Dhikruka akhaka bima yakrah. Përmendja e vllaut tën me diçka që ai e urrin. Me përmend atë tash për një vllaut tonë diçka që e dim që ai e urrin. Ky është gibet. E gibeti lejohet në disa raste, sikurse këto paragjykimet. Për shembull, e kena përmend kur dikush është bidaxhi tepër i madh, fesadxhi tepër i madh, bën fesad, ka të shkon, i dëmton muslimant, në shit blerje, në borxhe i merr si kthen me qëllim, ose dikush shkon me lyp një çik, krejt e din që ai nuk bën, nuk është djalë i mirë, për më jap këtë çik. Lejohet me tregu babës vet nëse të pyet, po edhe pa të pyet hiç, më thonë se jap se kjo është çështoj ka çto cilësi. Janë raste që edhe këto paragjykime apo gibeti lejohet. Mirë, në kapitullin tjetër i parafundit për sonte është i 60 i thot Imam Buhariu, besimtari do t'i mbuloj të metat e veta. Babu satril mu'mini ala nafsihi. Edhe kjo është obligim. Besimtari patjetër duhet me mbulu të metat e veta. Kjo është obligative. Edhe sjell një hadith e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, ku thotë kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Krejt umeti im, krejt kush do që është i umetit tam, ka me falë Allah te bareke ve teala. Ka me falë gjunat. Përveç një grupit njerëzve. Kush janë ata? Ata cilët i bojnë gjunahet hapurasi. Allahu na rujt. Thot: "Wa inna min al-majanati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha." Thot: në të vërtetë zbulimi me mëkateve është kur dikush e bën një mëkat natën. Çfarë do mëkati prej mëkateve të shumta që janë? E bën natën. Edhe Allahu xhalla xhelaluhu me mirësinë e tij, edhe rahmetin, mëshirën e tij ja mbulon atë gjuna. Dhe ai kur çohet mëngjes, shkon te dikush prej njerëzve dhe i thot: "Un promë ku bëu filan gjunane, filan gjunane, filan gjunane." Çka është me aq plumb njëri vetes atë që Allahu xhalla xhelaluhu ja ka mbulu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, subhanallahu samira ka thon. Ka flajt të natën. Allah e ka mbulu ata. Allah është Ghafur, ja ka mbulu edhe ja ka fal. Ose nëse s'ja ka fal, ja ka mbulu një herë. Ja ka mundsu mos me pa tjerë, ja ka jep një mundësi që mu pendu edhe ai para Allahut azza xal. Natën e ka nxon gjumë dhe ka flajt subhanallahu, Allah e ka mbulu ata. Wa yusbih yakshifu sitra Allahi anhu. Kur çohet në sabah,
Çat mbulesën perdën që ka qitë Allahu azza xhel vet me dur të veta, me gojë vet e hek. Edhe ja paraqet njerëz gjunat që i ka bua Allah te bareke ve teala na rujt. E cila është rruga më e lehtë që me arrit deri te mbulimi i mëkateve tona. Një prej rrugëve më të lehta është me mbulu na mëkatet e njerëzve tjerë. Secili prej neve, për shembull, i dina do vllazni që kanë do mëkate të caktuara. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ibn Umayrit radhiyallahu anhuma, që është në Buhari dhe Muslim, wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Dhe kushdo që e mbulon një besimtar, e mbulon një tmet që e din, Allahu xhalla xhelaluhu ka më mbuluar atë ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu e mbulon atë në ditën e gjykimit. Atëherë këto do të më pas gjithë parasysh, me menu gjithë për çet hadith, që nëse t'japet mundësia me shpalos diçka prej gjunave të vllaznive musliman, me thonë, unë du që Allah azza wa jall ditën e gjykimit mu me më sheft mijat. Se unë me siguri kam ma shumë se saj. Për që atë për jam shefja në ati, që Allah xhalla xhelaluhu me mbulu mu ditën e gjykimit. Hadithi tjetër është hadithi Ibn Umayrit radhiyallahu anhuma. Një njeri e pyet Ibn Umayrin edhe i thot: "Kayfa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi an-najwa?" E pyet diçka shumë interesant, thot: "Çfarë ke dëgjuar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për çastet kur Allahu i flet robit në vetmi?" Kallëzën ai hadith që ta ka tregu ty pejgamberi alayhis salam o Ibn Umar, çka ndodh ditën e gjykimit kur vetmohet Allah me robin e tij dhe i flet atij. I thot Ibn Umar radhiyallahu anhuma: "Yadnu ahadukum min rabbih hatta yada'a kanafahu alayh." Kur ndonjëri prej jush të jetë afruar Zotit të vet, ai do t'ja vendos sipër mbulesën e tij, mbulesën e mëkateve në ditën e gjykimit. Edhe i thot atij, fe yaqul Allah azza wa jalla thot: "Amilta kadha wa kadha." Te ke bo këta dhe këta, ke bo që gjuna dhe që gjuna. Ja përmen Allah azza wa jalla disa prej veprave ti. A i thot, naam, po zotim këta ku bo. A pranon, fajsin e vetë që e ka bo. Pastaj prap Allah xhalla xhelalu i thot, amilta kadha wa kadha. Robja me ke bo dhe këta dhe këta dhe këta. Ja numëron prap disa gjuna që i ka bo. A i prap i thot, naam. E pranon gjunojnë, subhanallah, që i ka bo. Thot, fe ju qarriruhu, Allah azza wa jall e bën robin që mi pranu gjunat e veta. Mu të reguj sinqert me Allah azza wa jall. Thumme yaqul, e pastaj Allah xhalla xhelalu i thot, inni satartu alejke fi dunja. Krejt që të gjunat që ti po i pranon që i ke bo, unë t'i kumbulu në dynja. Kjo është mëshira Allah azza wa jall. Sa gjunojnë e bujnë në ditën edhe natën, Allah në falë. Allah te bareke ve teala na imbulan. Herën e parë, herën e 10, herën e 50, herën e 100. Allah na fal. Na imbulan. Për ata ditën e gjykimit ju thot njerëzve, inni satartu alejke fi dunya, unë ta kumbulu këtë në dynja. Fa ana aghfiruha laka al-yawm. Unë sot po ta fal ato. Edhe ja fal të mëkatet që i ka bo, pasi që ja ka mbulu në dynja, edhe e fut në xhenetet e tij. Alus Allah xhalla wa ala na bëj neve prej këtyre njerëzve që na mëshiron edhe na mbulon të metat. Për këtë arsye besoj tash po e vreni sa më rëndësi është që mos më dal njëri me përmend mëkatet e veta. Kanë herë do vllazni thonë, po unë kam këto shok të fëminis, unë kam këto shok ngushtë, unë du këto shumë. I thot vetes vet në zemër, edhe tani thot hajt pja kallëzoj që gjuna që kumbu. S'ka nevojë, Allah azza wa jall ta ka mbulu ato. Veç nëse ki nevojë me u këshillu me dikon tepër shumë, nuk e din çka më bëu, s'din ç'më loni mëkat, doke që e thellu tepër shumë, s'din kam ja marr. Çfarë po? Dikujna që ja beson fejnë dhe ja beson senet e mshefta, shkon edhe pyet. Thu Allah ç'shto puna, po vivesh me vet me mnimu se nuk po di çka më bëu. Për ndryshe nuk bën asnjë mëkat me ja kallzu kërkujna. Nga se Allah azza wa jall kujna ja mbulon mëkatet edhe i fal ditën e gjykimit. Edhe në kapitulli i fundit për sonte është në kapitulli i 61, Babul Kibr, në kapitulli i mendimallësisë. Edhe i ka vetëm 2 hadithe. Këto përmend një fjalë të Mujahid, rahimahullah, një prej tabinëve të mëdhej. Çka ka thonë ky në komentimin e fjalës të Allahut azza wa jall në surën Al-Hajj, thaniya itufihi, ai që shtrembron qafën. Ka përmend Allahu një njeri që shtrembron qafën,
thotë se për qëllim është ai i cili ndihet me ndjemadh në vetvete. Kjo është lloj komentimi i kësaj fjalës. Pastaj e sjell hadithin e Haritha ibn Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala ukhbirukum bi ahli al-janna." A dëshironi t'ju tregoj unë juve se kush janë xhenetlit? I ka pyet sahabit. Edhe më njëherë ju ka thonë: "Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Kush janë banorët e xhenetit? Ka tregu do njerëz me do cilësi të mëdha. Ka thonë: çdo i dobët e modest. Secili njeri që është i dobët edhe është modest, i cili sikur të betojnë Allahun te bareke ve teala për diçka, Allah ja kish plotësuar betim. Do thonë është njeri i dobët, është modest, nuk është që dokët, s'ka qef me dal para tjerëve. Është një njeri, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla don një njeri që është at-taqi al-khafi. At-taqi që është i devotshëm, al-khafi që nuk doket para njerëzve të tjerë, s'ka qef me dal para tjerëve. Është i msheft. Edhe al-ghani është i pasur, është për qëllim pasuria e shpirtit. Do thonë këta njerëz Allah azza wa jalla i don shumë edhe i bën prej banorëve të xhenetit. Është i dobët edhe është modest, i cili sikur betojnë Allahun për diçka, Allah do t'ia çonte në vend betimin e tij. Do thonë njerëz që shohin për dobët, e shohin për thjesht, për modest, po te Allah azza wa jalla është i madh. Sikur ti zhbetuaj me thonë, pasha Allahun, son te kamerashi Allah për të kish qushin. Çaq i dashur që është Allah azza wa jalla. Këta njerëz hinë në xhenet. Pastaj ka thonë: "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar", ju tregoj juve se kush janë xhehenemlit. Edhe ka përmend që është disa cilësi, e që është kullu utullin jawadhin mustakbir. Çdo njeri i vrasht, arrogant edhe me ndjemadh. Këta njerëz janë ata cilët Allahu na ruaj hynë në xhehenem. Allah azza wa jall kur flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe lavdron atë thot: "Fa bima rahmetin min Allah linta lahum." Për mëshirës që ka pas Allahu ndaj teje, ti e tregu i butë me sahabit edhe me njerëz përgjithësi. E tregon butësinë, do të thonë ikon njeri i butë me ta. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Asikur ti kishe qenë ti Muhammed i ashpër, edhe nëse kishe pas zemrën e ngurtë, njerëzit ishin largu prej teje. Do thonë njeri nuk do të më kon arrogant, nuk do të më pas zemrën e fortë, nuk do të më kon me ndjemadh, ka shi vllaznive muslimanë, ka shi njerëzën përgjithësi. Do të më kon njeri i thjeshtë dhe modest. Që është thamë që Allah azza wa jalla don atë njeri që është taqi, i devotshëm, khafi, i msheft, edhe ghani që ka zemrën edhe shpirtin e tij të pasur. Pastaj përmend edhe një hadith të fundit, e që ka të bëjë me sjelljen e mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thot: "Kanat al-ama min ima'i ahli al-Madina la ta'khudhu bi yadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haythu sha'at." Ka pas raste kush po tregon shërbëtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas raste kur ndonjë gocë e vogël nga robreshat e Medinës. Gocë e vogël nga robreshat e Medinës e kapte për dorë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe vente me të kudo që ajo dëshironte. Një fëmijë i vogël, një vajzë e vogël, që është robresh e muslimanëve në Medinë, për shembull u shkoi dhe ka kapë pejgamberin e Islam për dorë, edhe ka dashur me ecë atje ndjath, ka ecë pejgamberi e Islam me të çatje. Edhe pse u kontunet çto. Ka dashur ajo me shkuën të majt çatje, ai ka ecë me të për dorë. Ky u kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që prej kohës vet ka dalë tepër shumë. Për krejt sabit, për krejt kush ka pas nevojë ka nda kohën e vet. Saqë çaq shumë që u angazhu, çaq shumë që ka pas punë me njerëz. Allahu azza wa jall tani për një kohë edhe e ka obliguar një lloj sadakaje para se me shku te pejgamberi alayhis salam me fol me ta. Që me një njerëz madhështinë asaj, ata ai kanë ditë ku janë të shku, çka janë, me kënë janë të fol, çka janë të bëu me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. I ka obliguar, ka thonë njerëzit me i dhoni sadaka, dikon tani masanin amunis me shku me fol vetë me pejgamberin alayhis salam. Thonë dietar që ky është ajeti që u derogu mas shpejti. Që so him fuqi pothuajse kurr. Allahu azza wa jall prapë i rahmetit tij ka heq këto krejt, këtë obligim. Dhe kanë shku njerëz kanë fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I riu edhe i vjetri, vajza dhe djali, burri dhe gruaja, kush ka pas nevojë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka gjindë aty, u kon modest dhe u kon njeri tepër i thjeshtë dhe i dashur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Imam Ahmedi pe Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, hurrima 'ala an-nar kullu hayyinin layyin sahlin qaribin min an-nas. Ju është bo haram zjarrit, do të thonë nuk s'ka mundësi me hikë njëri në xhenem. Cili njeri ai që i ka këto cilësi? Hayyin është shumë i lehtë. Layyin është shumë i butë. Sahl është njeri i thjeshtë. Kur ki punë me të, kënaqesh, gëzohesh pse ki punë me të. A ke pa të njerëz që subhanallahu të butë, të thjeshtë, të mirë që është. Mezi spret njeri me pas punë me ta. Gëzohet, thot elhamdulillah me këto kry punë shpejt. Qarib min an-nas. Është haram edhe për ata që është i afërt me njerëz. Elos Allahu xhalla wa ala, na mundsoj ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, denjësisht ashtu siç ai është i kënaqur, me kaq po përfundojmë për sonte. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.